Edi Rama. Nuk e blen as kërkush, as një kryeministër. Të vërbur nga luksi dhe të shkputur krejtësisht nga hallet e njerëzve, jetesa e tyre, dje do të më lejoni këtu, mediat publikojnë një fakt që në fakt nuk e kisha ndëgjuar kurrë. Po druaj se nuk ka ndëgjuar ndonjëherë asnjëri. Ministrja, zëvendës kryeministrja, që unë e quaj Lubi Balluku, po e ka pak Lubi Balluku, hap tender për pastrimin e përditshëm të veturës saj. Dhe tenderi shkon, kërkon Ballukja, kërkon larje e plot të automjetit brenda dhe jashtë për 30 minuta, kushtet e tenderit. Pastrim nga brenda bëhet me fshes dhe kompresor. Larja automjeteve me solucion dhe jo furç. Orari kryerjes shërbimit nga ora 7 deri në orën 9 çdo ditë të javës. Automjeti do pres në radhë për kryerjen e shërbimit jo më shumë se 30 minuta. Nga paraqitja në vendin e kryerjes së shërbimit. Automjeti Audi A8 10.000 euro në muaj. E mora në telefon një nga njerëzit shumë të pasur që njoh. Dhe i them të lutem shumë, a më thua pak atë veturën tënde, ku e pastron ti? Tha, pse po më pyet? Jo, po të pyesje, tha. E pastron shoferi, tha. Dhe kur bie në baltën këto, tha, e çoj në një lavazh, e laj dhe kaq. Urdhroni tani 10.000 euro në muaj paguën nga pensionet, nga parat e tuaja, nga taksat, absolutisht kisha ndëgjuar kurrë në jetë. Një gjë të tillë. Ajo që reciton. Dhe sigurisht to 10.000 euro i ndanë, se nuk mund të ekzistojë. Janë të marrur vesh me një servis që hajtë dajmë të pare dhe pra shkojnë gjerë në këto